ndërsa Muhamedi a.s. po ashtu në fjalët e tij, në hadithet e tij, i ka lavdruar shokët e pejgamberit a.s. Thot në njërin prej haditheve sahih, Muhamedi a.s. thot: "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Pejgamberi a.s. në këtë hadith po thot: "Njerëzit më të mirë janë shekulli im, pastaj ata që vinë pas tyre dhe pastaj ata që vinë pas tyre." Pra njerëzit më të mirë që i ka njohur historia islame janë njerëzit e shekullit në të cilin ka jetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam thot: "La tasubbu ashabi", mos i shani shokët e mi, fa walladhi nafsi biyadihi, sepse pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. "Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban", nëse ndonjëri prej jush, ndonjëri prej jush që vini pas shokëve të pejgamberit alayhis salam, do të jepte ari në rrugt të Allahut aq sa është mali i Uhudit. Paramendoni pra sa sasi e madhe e arit, sikur ndonjëri prej muslimanëve që vinë pas shokëve të pejgamberit alayhis salam jep në rrugt të Allahut ari aq sa është mali i Uhudit, thot pejgamberi alayhis salam: ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Nëse ndonjëri prej muslimanëve që vinë pas shokëve të tij jep ari sadaka aq sa është mali i Uhudit, nuk do ta arrijë as aq sa ka dhënë njëri prej tyre me dorën e tij, po as sa ka dhënë me gjysmën e dorës së tij. Pra nuk ka mundësi që t'ja arrijmë vlerën e sakrificave të shokëve të pejgamberit alayhis salam, sepse ata kanë sakrifikuar dhe e kanë ndihmuar fenë e Allahut subhanahu wa taala në momentet kur ka qenë më së e nevojshme, në momentet më kritike, në fillimin pra e përhapjes së fesë islame. Andaj ndihma e tyre ka qenë vitale dhe kritike për përhapjen e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Andaj Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu në një fjalë tjetër të tij me të cilën i lavdron dhe tregon vlerën e shokëve të pejgamberit alayhis salam thot: "Inna Allaha nadhara fi qulubil ibad", Allahu i shikoi zemrat e robërve. "Fa wajada qalba Muhammedin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad", dhe e pa se zemra e Muhamedit alayhis salam është zemra më e mirë, pra zemra më e mirë që mund të ekzistojë. "Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi", andaj Allahu e zgjodhi Muhamedin alayhis salam për veten e tij dhe e bëri pejgamber dhe e dërgoi me shpalljen e tij. "Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad", pastaj thot Allahu i shikoi zemrat e robërve pas zemrës të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. "Fa wajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad", dhe e pa se zemrat e shokëve të pejgamberit alayhis salam janë zemrat më të mira pas pejgamberit alayhis salam, pra pas pejgamberëve zemrat e shokëve të tij kanë qenë zemrat më të mira, më të pastërta. Dhe këtu është me rëndësi të potencohet diçka dhe të tregohet një fakt, se nëse zemra jote është si duhet, patjetër që edhe veprat e jashtme të jenë si duhet. Shumë për njerëzve thonë e kam zemrën e mirë. Shokët e pejgamberit alayhis salam, të cilët i kishin zemrat më të mira, siç po thot Abdullah ibn Mas'udi, i kishin edhe veprat më të mira. Sakrifikonin për hir të Allahut, e adhuronin Allahun, jetonin me Allahun dhe për Allahun. Andaj pretendimi i dikujt se e kam zemrën e mirë, mirë po i cili nuk vepron vepra ashtu siç kërkon Allahu subhanahu wa taala, është pretendimi kot, dhe fjalët e tij janë fjalë boshe dhe nuk janë të vërtetuara në praktik,
si kur ai ta kishte zemrën ashtu si çdon Allahu subhanahu wa taala prej tij, padyshim se veprat e tij do të ishin në këtë drejtim, ashtu si çdon Allahu subhanahu wa taala prej tij. Pra po thot Abdullah ibn Mesudi, i pa se zemrat e shokëve të tij ishin më të mira. Faja'alahum wuzara'a nabiyihi, andaj shokët e tij i bëri ministra të dërguarit të tij, i bëri ata të cilët do ta bartin mbi supet e tyre përgjegjësinë e përhapjes së fesë së Allahut pas të dërguarit të tij. Yuqatiluna ala dinihi, dhe të cilët do të luftojnë për ta mbrojtur fenë e tij dhe për t'i kundërshtuar dredhit e armiqve kundër fesë së tij.